Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi nga java e qëndrueshmërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe se Shqipëria po avancon drejt sovranitetit të plot energjetik. Ai theksoi investimet e dekadës së fundit në energjinë diellore dhe të erës, si dhe rëndësinë e partneritetit strategjik me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me Italinë. Në javën e qëndrueshmërisë të organizuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryeministri Edi Rama foli për investime të mëdha që Shqipëria ka realizuar gjatë dekadës së fundit në sektorin e energjisë së rinovueshme, me fokus të energjisë diellore dhe energjisë së erës. Rama theksoi se këto investime synojnë jo vetëm rritjen e kapaciteteve prodhuese të energjisë, por edhe arritjen e sovranitetit të plotë energjetik të vendit deri në vitin 2028, duke eliminuar nevojën për importe të energjisë dhe duke forcuar pavarësinë ekonomike dhe strategjike të Shqipërisë. Po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028-s do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Rama theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit strategjik me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë, duke cilësuar këtë partneritet si një model vizionar që shkon për te interesave kombëtar dhe synon sigurinë energjetike në të gjithë rajonin. Kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala, dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi, e fal udhëheqësit të madh që ka vizionin e njerëzimit që shkon për te kufive dhe siç e pam, edhe gjatë çmimeve Sayed, ai mendon të shërbejë njerëzimit dhe të prekë jetën e qindra miliona njerëzve jashtë vendit tuaj, dhe kjo është diçka që as Kombet e Bashkuara në tërësi nuk mund ta pretendojnë se e kanë bërë. Në fjalën e tij, kryeministri informoi të pranishmit edhe për përdorimin e inteligjencës artificiale nga Shqipëria në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian, veçanërisht për transferimin dhe për afrimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian, duke cilësuar këtë si një hap inovativ drejt përshpejtimit e integrimit evropian të vendit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se është i hapur për hetimin e financimit të kuvendit të rithemelimit, por e cilësoi këtë si një përpjekje të dështuar politike të SPAK-ut për ta lidhur me pasurinë e tij. Partia Demokratike ka njoftuar se do të depozitojë kallëzim në SPAK lidhur me projektin ekologjik Durana Park, duke akuzuar qeverinë për përfitime milionshë përmes kompanive të lidhura me shoqatën e Ermal Beqirit. Ish kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar lidhur me hetimet e nisura nga prokuroria e posaçme për financimin e kuvendit të rithemelimit të zhvilluar me 11 dhjetor 2021. Berisha theksoi se është i hapur për çdo hetim, por nënvizon se tentativa e SPAK-ut për ta lidhur aktivitetin e tij politik me hetimet për pasurinë e tij dhe të fëmijëve është e pafalshme. Sipas tij, ky është një hetim me natyrë politike, e cila nuk ka lidhje me asnjë çështje pasurore të përfunduar më parë në SPAK. Ky hetim politik që bëhet nuk ka asnjë lidhje, ta dini ju dhe ta dini shqiptar, me asnjë hetim pasuror të Sali Berishës dhe fëmijëve të tij. Është një hetim i mirëfillt politik për kuvendin e rithemelimit, për të cilin unë nuk kam asnjë vërejtje. Asnjë vërejtje. Unë kam thënë të them, prokuroria duhet të jetë e lirë, dhe ne qëndrojmë të hapur për çdo lloj hetimi. Por lidhja është mashtrimi ish xhelati i sigurimit të shtetit në bashkëpunim me Dumanin i bën çështjes. Sepse hetimi pasuror i imi është dërguar në gjykat, edhe një është mbyllur hetimi pasuror. Nuk ka lidhje, sepse hetimi pasuror i Sali Berishës dhe fëmijëve të tij është bërë, është kompletuar, është dërguar në gjykat. Është një mashtrim që bën prokuroria. Është mashtrim që bën prokuroria. Ish kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar lidhur me hetimet e nisura nga prokuroria e posaçme për financimin e kuvendit të rithemelimit të zhvilluar me 11 dhjetor 2021. Berisha theksoi se është i hapur për çdo hetim, por nënvizon se tentativa e SPAK-ut për ta lidhur aktivitetin e tij politik me hetimet për pasurinë e tij dhe të fëmijëve është e pafalshme. Sipas tij, ky është një hetim me natyrë politike, e cila nuk ka lidhje me asnjë çështje pasurore të përfunduar më parë në SPAK. Do dërgojmë çdo dokument, do dërgojmë pa di. Ne kemi dërguar, pavarësisht se për një kohë të gjatë, Dumani ka konservuar ato dhe ka bërë çdo gjë që të mos përfillen. Por padit tona janë absolutisht të bazuara katërcipërisht në ligj dhe të pakundërshtueshme. Troplana apo Durana e famshme e Edi Ramës është identike. Masi po të shkonin Gjavzotaj, e famshmja Troplan, aty gjeni vetëm livadhet e Fatmir Toplinit dhe nuk gjeni asnjë gjurmë të saj.
Berisha paralajmëroi se Partia Demokratike do të depozitojë kallëzimin penal në SPAK lidhur me projektin ekologjik Durana Park. Sipas tij, pas këtij skandali qëndroi një skem korruptive e qeverisë, ku përmes kompanisë ICTA janë përfituar miliona euro në pretekstin e ligjit. Partia Demokratike zbuloi se qasja në tenderat për projektin kryhej përmes shoqatës Ermal Beqirit, ndërsa shpërndarja e fondeve bëhej sipas shkallës së pagesës duke favorizuar kompanitë caktuara. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve konfirmon se nuk ka qenë informuar për transferimin e përkohshëm të burgosurit Altin Ndoci në spital duke shkelur procedurat standarde të shoqërimit. Hetimet paraprake tregojnë se gjatë shoqërimit nuk janë respektuar protokollet ligjore, duke rritur dyshimin për një arratisje të mirë organizuar. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka bërë të ditur se nuk ka marrë asnjë njoftim nga burgu i Durrësit për transferimin e përkohshëm të burgosurit Altin Ndoci në spital. Verifikimet paraprake tregojnë se as Drejtoria e përgjithshme e burgjeve dhe as Komisariati i Policisë Durrës nuk kanë qenë të informuar për planifikimin e shoqërimit, as për realizimin e vizitës mjekësore. Sipas raportit zyrtar, këto veprime bien ndesh me aktet nënligjore në fuqi dhe procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Si pasojë e këtyre shkeljeve, Drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka urdhëruar pezullimin e të gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit, ndërsa me urdhër të prokurorisë janë arrestuar 8 persona, midis tyre 6 efektiv të policisë së burgut, zëvendës shefi i policisë dhe kryeinfermieri i spitalit të burgut. Hetimet janë shtrirë si në aspektin penal ashtu dhe në atë administrativ për të përcaktuar rrethanat e arratisjes dhe për të identifikuar të gjithë bashkëpunëtorët e mundshëm. Altin Ndoci, konsideruar i rrezikshëm, ndodhej i paraburgosur që nga 20 maj 2020 në akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, armbajtjes pjesëmarrjes në organizata kriminale dhe kryerjes së veprave penale në kuadër të organizatës kriminale. Ai po gjykohet për masakrën e Bradasheshit në Elbasan, që ndodhi në dhjetor 2018, ku mbetën të vrarë 3 persona. Kamerat e sigurisë tregojnë se gjatë shoqërimit në spital Altin Ndoci ka shfrytzuar një moment pakujdesie të efektiveve të burgut dhe ka arritur të largohet me shpejtësi. Dyshohet se ngjarja ishte mirë organizuar, pasi ai është shpritur nga një automjet për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Hetimet janë duke vazhduar për të zbardhur çdo detaj dhe për të vendosur përgjegjësi e plota për këtë rast. Mbrojtësit ligjor të ish-presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakrani dhe Gylsen Zhdima dolën sot në konferencë për shtyp për të shprehur shqetësimet e tyre mbi trajtimin e klientit. Ata denoncuan rritjen artificiale të volumit të dosjes nga prokuroria e posaçme dhe refuzimin e kërkesave për masat e sigurisë. Mbrojtësit ligjor të ish-presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakrani dhe Gylsen Zhdima dolën sot në një konferencë për shtyp për të shprehur shqetësimet e tyre mbi trajtimin e klientit. Avokatët të mbrojtës theksuan se ish-presidenti Ilir Meta mbahet në paraburgim në mënyrë të padrejtë. Cakrani theksoi se klienti i tij po përballet me masa të paarsyeshme dhe se mbrojtja do të vijojë të luftojë për respektimin e të drejtave të tij. Ne sot jemi plot 4 muaj e gjysëm dhe nuk kemi nisur seancën paraprake. Nuk kemi nisur seancën paraprake, që do të thotë është një shkelje e rëndë shumë e ligjit procedural penal, e kushtetutës, padyshim dhe Konventës Evropare të Drejtave të Njeriut. Dhe kjo e ka rënduar akoma më shumë pozitën e kësaj drejtësie që tashmë është kthyer në drejtësi inkuizitore, ku ne, unë dhe kolegu, para vitit para vitit të ri, kemi bërë një kërkesë për zëvendësimin e masës duke marrë parasysh të gjitha to rrethana dhe në çështje ku në momentin ku ndodhet situata, pra çështja. Zhdima shtoi se prokuroria e posaçme ka rritur në mënyrë artificiale volumin e dosjeve, duke vështirësuar procesin ligjor dhe duke penguar ushtrimin efektiv të mbrojtjes. Janë marrë fakte, prova, akte shkresore, çfarë të doni ju të thoni, nga individë të cilët nuk kanë lidhje fare me zotin Meta. Pra, brenda kam gjetur emra të cilët nuk janë as në procedim penal, as të jetuar në gjendje të lirë, asgjë, po thjesht janë aty brenda. Thjesht për të treguar tek ne si mbrojtje që është kaq shumë e madhe si dosje dhe s'ka pse të merreni sepse është çështje e mbaruar, pra është politikisht, juridikisht e mbaruar, nuk ka pse të merreni. Dhe ky volum i kësaj dosje, pra dosja 2, Çez, tregon qartazi që është mirë organizuar që të na lodhin si mbrojtje për të lexuar. Zoti Cakrin edhe unë kemi punuar, nuk kemi lodhur fare, kemi gjetur mënyrën se si e kanë qepur dhe thjesht është vetëm diçka shumë e thjeshtë për opinionin publik. Në rast se SPAK-u do të kishte një indicje sapo zoti Meta të kishte zbritur nga presidenti i Republikut që të tregonte modelin, shfaqte vendimin e zotit Kastrioti Ismailit të gjykatës së lartë, që nuk përmendet në asnjë vend, asnjë rresht, mund ta lexoni, keni akses ta lexoni publikisht dhe mund ta arrestonte për akuzën e korrupsionit pasiv.
sepse për ata akuzohet korrupsion pasiv. Avokatët u ndalën gjithashtu te vendimet e gjyqtares Irena Gjoka, të cilët rrëzojnë kërkesat e tyre për ndryshimin e masave të sigurisë, duke cilësuar ato si të nxitura politikisht. Megjithatë, ata deklaruan se kjo nuk do t'i ndalë përpjekjet e tyre për të siguruar një proces të drejtë për Metën, duke përdorur çdo mjet ligjor të disponueshëm. Konferenca nënvizon vendosmërinë e mbrojtjes për të kundërshtuar çdo veprim që mund të cënojë të drejtën e ish-presidentit për trajtim të barabartë sipas ligjit. Situata në fshatin Hasturkas mbetet kritike pasi lumi Seman ka dalë nga shtrati dhe rreth 20 banesa janë ende të përmbytura. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga qeveria dhe bordet e kudhimit për të parandaluar përkeqësimin e situatës. Dëmet më të mëdha janë regjistruar në toka bujësore, stane, kultura të mbjella dhe koshere bletësh. Në fshatin Hasturkas, njësia administrative Libovsh, situata pas përmbytjeve mbetet e vështirë dhe 24 orë pas daljes së lumit Seman nga shtrati. Niveli i ujit ka shënuar një rrënje të lehtë rreth 20 cm, por banesat e përmbytura ende mbetet të pabanueshme. Rreth 20 familje janë detyruar të largohen dhe janë strehuar në zona më të sigurta. Banorët raportojnë dëme të konsiderueshme në ekonomi dhe infrastrukturë. Tokat bujësore përfshirë vreshta, udhing, kultura, forajgjere dhe stane janë përmbytur. Dëme janë shkaktuar edhe në koshere bletësh, ndërsa argjinatura e lumit ka psuar çarje në disa segmente, duke rritur rrezikun për një vërshim të dytë të ujit. Forcat e ushtrisë dhe autoritetet lokale kanë ndërhyrë për të shpëtuar bagtit dhe për të evakuar banorët e izoluar. Pavarësisht këtij angazhimi, banorët bëjnë apel për ndërhyrje të shpejtë nga bordi i kudhimit dhe institucionet përgjegjëse për të riparuar argjinaturën dhe për të vlerësuar dëmet. Situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa komuniteti lokal pret masa konkrete për të parandaluar përmbytje të mëtejshme dhe për të siguruar mbështetje për familjet e prekura. Sot u gdhim pak më tjetë duke parë situatën që ujërat po tërhiqen, po frika ka qenë e madhe sepse është një gjë që se kemi jetuar ndonjëherë. Në keq menaxhimi me çka kemi dëgjuar hidrocentraleve, që portat hapen pa kriter, u shkarkua sasi e madhe ujë. Thonë që do vinë, po siç e thashë, ne si kemi jetuar ndonjëherë këto dhe nuk e dim çfarë do ndodhin. Kërkojmë, siç kemi kërkuar dhe ka kërkuar gjithë, po shpresat janë pakta sepse shteti tërkohën ka qenë i neglizhent. Ka qenë, janë premtuar, në sa kam dëgjuar, shikojmë çfarë do ndodhin. Prokuroria e Durrësit ka urdhëruar arrestimin e 8 personave në lidhje me arratisjen e të burgosurit rrezikshëm Altin Doci gjatë shoqërimit të tij në spital. Mes të arrestuarve janë 6 efektiv të policisë së Burgut, zëvendës shefi i policisë së Burgut të Durrësit dhe kryeinfermieri i spitalit të Burgut. Hetimet ndërkohë po zhvillohen si në një plan penal ashtu dhe administrativ për të zbardhur të gjitha përgjegjësitë dhe rrethanat e ngjarjes. 8 persona kanë rënë në prangat e autoriteteve me urdhër të prokurorisë së Durrësit pas arratisjes së Altin Docit, ngjarje ndodhur të martën gjatë shoqërimit të tij për në spital. Masat e sigurisë janë ekzekutuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, ndërsa hetimi po thedhohet për dyshime serioze mbi mënyrën se si është realizuar largimi i tij. Të arrestuarit janë 6 efektiv policisë, zëvendës shefi i policisë në këtë institucion dhe kryeinfermieri i spitalit të Burgut. Sipas autoriteteve, ata dyshohen për shpërdorim detyre dhe veprime që kanë favorizuar arratisjen e të dënuarit. Altin Doci i konsideruar si një i burgosur me rrezikshmëri të lartë dhe i pandehur për masakrën e Bradasheshit në Elbasan, vijon të jetë në arati. Deri më tani autoritetet nuk kanë asnjë informacion mbi vendodhjen e tij, ndërsa kërkimet janë shtrirë në disa qarqe të vendit. Hetimet po fokusohen në disa elementë që ngren dyshime për një arratisje të mirë organizuar. Dyshohet se Doci mund të ketë pasur bashkëpunëtor jo vetëm jashtë burgut, por edhe brenda strukturave të policisë, së burgjeve dhe stafit mjekësor. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se i burgosuri është shoqëruar drejt spitalit të Durrësit me ambulancë dhe pa pranga. Ai ka përfituar nga një moment pak kujdesie i grupit të shoqërimit dhe është përplasur me efektive dhe ka arritur të largohet me vrap. Ngjarja konsiderohet edhe më e rëndë për faktin se sipas hetimeve paraprake, një automjet dyshohet se e priste Docin për ta ndihmuar të largohej nga zona. Pas incidentit, drejtoria e burgjeve ka pezulluar të gjithë zinxhirin komandues të burgut të Durrësit dhe ka nisur një hetim të brendshëm për nxjerrjen e përgjegjësive. Në fokus të verifikimeve është edhe procedura e transferimit të Altin Docit në një burg të sigurisë së zakonshme, si ai i Durrësit, si dhe fakti pse policia e burgjeve nuk ka kërkuar mbështetjen e policisë së shtetit për shoqërimin e tij në spital, pavarësisht të rrezikshmërisë së lartë që ai paraqiste. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e goduar strategjia duke arrestuar 3 persona të dyshuar si pjesëtar të një grupi kriminal që kryenin vjedhje në banesa të ndryshme të kryeqytetit. Të arrestuarit rezultojnë të dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale.
Specialistët për ritimin e krimeve në Komisariatin e Policisë numër 2 dhe 3 kanë finalizuar me sukses operacionin e koduar Strategjia, në kuadër të cilit u vu në pranga 3 shtetas pjesë e një grupi kriminal të strukturuar për vjedhje në banesa. Sipas uniformave blu, grupi ka qenë aktiv gjatë muajit janar, ku dyshohet se ka kryer të paktën 3 vjedhje, të cilat tashmë janë zbardhur nga policia. Njëra prej tyre është kryer ditën e martë, ndërsa në njërin nga banesat e vjedhura janë marrë rreth 14 milion euro kesh, si dhe sende të tjera me vlerë. Nga hetimet ka rezultuar se autorët vepronin me një skem të mirë organizuar. Fillimisht ata fotografonin bravat e dyerve të banesave të përzgjedhura, pamje të cilët më pas analizoheshin nga pjesëtarët e grupit për të zbërthyer mekanizmat e bravave dhe për të mundsuar hapjen e tyre përmes çelësave universal. Konkretisht, policia bën me dije se në datën 7 janar grupi ka vjedhur në një banesë në rrugën Don Bosco, ndërsa në 10 janar ka kryer një tjetër vjedhje në rrugën Tritan Hoxha, ku janë marrë 14.000 euro dhe sende me vlerë. Vjedhja e tretë është regjistruar në 13 janar, sërish në rrugën Don Bosco. Policia e Tiranës njofton se vijojnë hetimet për të zbuluar vjedhje të tjera që mund të jenë kryer nga ky grup, si dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 15 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në shumicën e vendeve, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 15 janar do të jetë rreth orës 6:57, ndërsa perëndimi rreth orës 16:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 12 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 15 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot pjesërisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulta, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 15 janar do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev, -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 8 gradë Celsius.
Gjakov, 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 9 gradë Celsius. Suhare, 1 deri në 8 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund ta ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.